Mirë, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejtë për drejtë këtu në ekranin e televizionit Fox News, teksa nga Turqia do të zhvendosemi drejt Kosovës për të diskutuar se rekon të gjitha zhvillimeve me të cilat po përballet Kosova, edhe pse kanë kaluar 2 muaj tashmë nga zgjedhjet parlamentare të nënshkurtit, ende nuk e kemi një qeveri të re të Kosovës. Gjatë minutave në vijim do të diskutojmë rreth skenareve të mundshme për krijimin e qeverisë së re Kurti, roli i ndërkombëtarëve në të gjithë procesin zgjedhor, procesin elektoral, por edhe mbështetjen kundrejt Albin Kurtit dhe të gjitha zhvillimet e tjera të cilat lidhen patjetër edhe me sigurinë e brendshme të Kosovës. Më bashkohet në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë nëpërmjet Skype-it miku i hapësirave tona, Jeton Halimi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Studime Globale dhe Europiane. Jeton, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit juve për ftesën. Jeton, pse nuk kemi ende një qeveri të re në Kosovë, pavarësisht se kanë kaluar tashmë 2 muaj? Ka mbaruar procesi i numërimit të votave tashmë totalisht, ndërkohë lëvizja vetëvendosje është ngritur me disa pikë edhe për shkak të votave të cilat vijnë nga diaspora, apo qoftë edhe votave të numëruara nga individët me aftësi të veçanta e të tjerë. Deri në këtë moment, lëvizja vetëvendosje drejtuar nga Albin Kurti ka arritur që të mbledh gjithsej vetëm 48 mandate, një shifër e cila nuk është e mjaftueshme për ta krijuar e vetme qeverinë e re të Kosovës. Po, ashtu siç e thonë edhe ju, tash prej zgjedhjeve të nënshkurtit të këtij vitit ende nuk është formuar qeveria e Kosovës, e din shumë mirë, ka zgat procesi shumë i stërgjatër i numërimit të votave me kusht nga jashtë dhe ETJ. Nuk do të hiti përsëri me atë njëjtë, është e ditë edhe për opinionin tonë dhe për juën, sidoqë të jetë. Unë mendoj se tash prej momentit të certifikimit të zgjedhur nga organi kompetent siç është KQZ, Komisioni Zgjedhor, dhe është e vetmi kompetent që mund të certifikojë zgjedhjet dhe t'ju japet hapësirë për të negociuar për krijimin e qeverisë së Kosovës. E din shumë mirë zoti Kurti që ka pas të gjitha ato polarizimet mes partitë të opozitës dhe mbas zgjedhjeve zoti Kurti prap ka filluar me ato ofendime dhe me ato polarizim, po sidoqoftë unë mendoj që më në fund tash ka ardhur koha dhe zoti Kurti është ka filluar negociatat për të krijuar institucionin e Kosovës, duhet të sigurojë 61 mandate. Tash në këto zgjedhjet e fundit zoti Kurti ka marrë 48 mandate dhe shto këto faktin 10 mandate i takojnë minoritetit Rom, Goran, Ashkali ETJ, po jo edhe minoritetit Serb, siç është me kushtetutë, dhe vetëm një mandat ka fituar Nenad Rashi që i opozitës të atëhershme dhe tash ka fituar një mandat që nuk mjafton, sidoqë tash është duke negociuar me zotin Lima, veç ka dalë në drejt për të negociuar për formimin e qeverisë. E di partia e nismës që ishte në koalicion me AK-n Ramush Haradinaj, ish kryeministri i të Kosovës, dhe tash besoj që ata kanë ndarë rrugët me AK-n dhe tash është duke negociuar si vetëm nisma për të krijuar 61 mandate, siç e don kushtetuta dhe ligjet e Kosovës, për të krijuar institucionin e të Kosovës, dhe këtë shohim në javët në vijim. Sot ka pas një bisedë ose një ftesë i ka quar LDK-s të Lumir Abdixhikut dhe sa është pra Lidhjes Demokratike të Kosovës me kryetar zotin Abdixhikut, dhe sipas media që po raportohet zoti Abdixhiku nuk e besoj që mund të hise. E din shumë mirë lidha LDK-ja i ka marrë vetëm 20 mandate që nuk mund të themeloj institucionin e Kosovës, po edhe çështja e presidentit, se shkojnë pak ato dhe vetëm Kosova e ka edhe çështjen e presidentit për çështjen e shtetit, dhe këtë besoj nuk e ka. Une e mira ishte të bëj me PDK-n, që i ka 25 mandate që do të arrije mandatet edhe çështjen e presidentit, sidoqë të jetë e dim shumë mirë zonja Osmani ka edhe 8 muaj kohë për të ushtruar funksionin e saj si president i Kosovës, dhe patjetër do të krijon edhe duhet të zgjedh edhe presidentin. Me këtë fakt tash LDK-ja dhe Albin Kurti nuk i kanë ato mandate për të zgjedhur edhe presidentin, dhe ja po bën kalkulimin politike afatshkurt që është e dëshme e Kosovës, dhe nëse nuk sigurojnë edhe mandate për çështjen e presidentit, pra shteti mund të shkojë në zgjedhje që është e dëmshme edhe për buxhetin e Kosovës, po edhe gjithë imazhin e Kosovës, se jem gopë me zgjedhje dhe shto këtë faktin se e dëmton buxhetin e Kosovës. Po ja, pra këto janë partitë politike në Kosovë që nuk i bojnë
ato kalkulime vetëm për interesat e vetë dhe për karrikat e tyre dhe ajo qëtë mirë vetëm për ta dhe jo edhe për popullatën në Kosovë që jetojnë dhe që veprojnë. Po mirë jeton, nga ana tjetër, Kurti është shprehur tepër i bindur se do ta krijojë qeverinë e re të Kosovës. Nga ana tjetër edhe ndërkombëtarët dhe takimet që janë kryer së fundmi është theksuar që do të ndihmojmë dhe do ta ndjekim apasapi procesin e krijimit të qeverisë së re në Kosovë. Dhe tek të gjitha këto informacionet cilat vinë në rrugë jo zyrtare për hir të së vërtetës, dhe takimet që janë duke u kryer ndërmjet televizjes vetëvendosje dhe partive të tjera të vogla, partive të tjera opozitare për një koalicion të mundshëm. Ka për hir të së vërtetës disa skenare të ndryshme të cilat lidhen me koalicionin e lëvizjes vetëvendosje, pra të Albin Kurtit me partitë e vogla, pra edhe me pakicat në mënyrë për të arritur numrin e duhur për krijimin e qeverisë së re të Kosovës, se të harrojmë që Kurti e krijoni vetëm qeverinë dhe institucionet e Kosovës. Ka një lloj tjetër skenari që thuhet që Kurti mund të blejë deputet të opozitës në Kosovë. Kush skenar qëndron më shumë aktualisht jeton dhe kujt t'i besojmë? Unë mendoj se kjo blerja e mandatit deputet është pak e rënë për një kryeministër apo si do të jetë, apo të përshkoj në zhargonin popullor nderuar, po tash veç që ka një marrëveshje besoj me nismën që i ka të siguruar 61 mandate. Po unë e përmend çështjen e presidentit se duhet të jenë mbi 80 deputet të pranishëm në gjatë të zhvillim të presiduar zgjedhjes kur vjen koha me zgjedh edhe çështjen e presidentit. Se tash për tash besoj që i ka mandate zoti Kurti 61, po mbas 7-8 muaj është çështja e presidentit dhe aty kruciale se nuk mund të siguroj Albin Kurti. Dhe blerja e aty deputetëve po tingëllon keq për mua si jurist të paktën dhe si profesionist që nuk do të ishte e mirë blerja e deputetëve se faktikisht është poshtërsim dhe i votuesve dhe i gjithë ata që i kanë besuar XY aty deputetit pa marrë parasysh a është i IPV-s, a është i PDK-s, LDK-s, nismës, AK-s dhe gjithë partive, qofse në ato minoritate është e dëmshme dhe jo rastësisht bëhen këto peshkime dhe nuk është e mirë të thuhet të blerë. Unë besoj ma mirë të kaloj në lëvizje vendosje se të thuhet të blerë dhe se dëmshme dhe besoj që çdo mandat pa marrë parasysh edhe besoj si termi juridik është e konsumon vepër penale blerë se shitja mandat. Pavarësisht vullnetit të lirë atyne, po besoj ato bëhem shefta dhe nuk tingëllon mirë dhe nuk do të jetë blerja e mandateve. Mirë, absolutisht, unë e zgjodha këtë lloj mënyre për ta bërë sa më të kuptueshme edhe për publikun i cili na ndjek, se normalisht nuk është termi i dur për t'u përdorur, por në një farë mënyre në këto kohë ku po jetojmë në një demokraci funksionale, kështu quhet të paktën jeton, kam përshtypjen në term popullor, zhargon popullor bie dakord me mua, pastaj në terma juridik është totalisht e ndaluar se çfarë bëjnë në tavolinat dhe korridoret e fshehta të institucioneve në Kosovë është çështja e tyre. Nuk na intereson edhe në Kosovë, qoftë në Shqipëri dhe në gjithë këtë parë Ballkanin perëndimor, po ja pra këto partitë e kemi thonë edhe në intervistat të kaluara me juve nderuam se këto partitë politike në Ballkan vetëm e kanë primar karrikën e vet dhe interesat e tyre puro politike, miratu njerëzit e vet të ngushtë dhe pak më gjerë dhe jo për me punu për popullatën e shkret në Kosovë që është në buzë greminës dhe është një fukarallak shumë i madh për shprehjen e këtij popullor dhe këto tani vinë ato sanë tjera, po në po shpresoj që më në fund e kanë gjetë ndonjë marrëveshje me nismën për të filluar dhe për të krijuar institucionin e Kosovës. E kanë përmend në media se me 15 prill të këtij muajit do të mbledhet kuvendi për të krijuar kuvendi dhe zgjedhjet kryetare kuvendi dhe nën kryetare dhe me procedurë siç zgjedhen 4 nën kryetarë dhe gjithë partive opozitës dhe opozitët minoritete dhe të filloj besoj krijimi i institucioneve tu aludu gjithë në nismën në atë marrëveshje. Po tash se i dojnë kulaqin me nismën është mes partisë politike, lëvizjeve vendosje dhe nismës, ato është çështje tyre në mbërse dhe nuk më intereson. Ndërkohë nisma se me sa mandate është aktualisht jeton? Nisma ka 3 mandate. Po? Besoj që i mjaftojnë automatikisht shkon në 51 lëvizja vetvendosje. Plus 10 ato minoritetet bosnjak rom, që bojnë 61 dhe 7
plus të këto faktin minoriteti sërb Nena Drashić edhe ka fituar një mandat që i ka bë 62 dhe lista sërbe i ka tash vetëm 9 mandate, jo 10 siç i ka pas me kushtetues, ka fituar Drashić dhe është mirë për zotin Kurti. Dhe që shkon në 71. 61 plus 1, po bën 60 edhe i kanë të sigur. Po kur vjen koha e çështës president, aty është thelbi dhe çështja që na kuptojmë, jeton lista serbe, sa mandate ka grumbulluar? 9 mandate, se një e ka marrë Nena Drashić i Partisë Liberale të sërbe dhe ajo është partinë vetë dhe jo me listën sërbe. Tash ju ka hek listën sërbe, një mandat i ka 9 dhe tash e ka bo Albin Kurti edhe një mandat që gjithse i ka 62 deputet me këtë Nena Drashić. 62 së bashku me listën serbe apo pa listën serbe? Jo, pa listën serbe. Pra, në qoftë se lëvizjes vetëvendosje i bashkohet edhe lista serbe, nga 62 me 9 që ka lista serbe, shkon automatikisht në 72. Jeton, jemi sërish së bashku, mirë se u riktheve në këtë komunikim të drejt për drejt, patëm një shkëputje të vogël. Ndërkohë regjia do të më mundsoj edhe zërin e Jetonit, ju lutem. Jeton, ishim duke diskutuar se rekon koalicioneve të mundshme të lëvizjes vetëvendosje. Jeton, të lutem, do të shohësh, sigurohuni pak për audion, sepse nuk ju dëgjoj momentalisht. Okej. Po, tani jemi okej, Jeton. Ishim duke diskutuar së bashku se reagon koalicioneve të mundshme që mund të realizojë lëvizja vetëvendosje së bashku me Albin Kurtin. Ishim në 62 mandate gjithmonë sipas koalicioneve me partitë e vogla dhe pakicat, çka do të sillin 62 mandate për lëvizjen vetëvendosje dhe 9 mandate të cilat janë të siguruara nga lista serbe, që automatikisht do të shkonim në 71 mandate për lëvizjen vetëvendosje. Por shqetësimi yt ishte zgjedhja e presidentit të Kosovës pas 8 muajsh. Po nderom, tash lëvizja vetëvendosje nuk do të bëj koalicion me listën sërbe, po lëvizja vetëvendosje e ka një mandat nga minoriteti sërb, tjetër nga partia e Nena Drashićit, që i ka 48 i ka, vetëm ka fitua 10 minoriteti i ka inderu me Bosnjak, Rom, Ashkali që bojnë 58, të Nisës jenë 3, edhe po bojnë 61, shto këto mandati këti bojnë 62, taman i ka për me formu qeverinë. Po fakti është që çështja e presidentit mbrana 8 muaje është duhet të zgjedhet, që jepet rrugë çështja e presidentit dhe këtu është momenti krucial i qeverisë të Kosovës, se nuk i ka mandate për të siguruar votat edhe për çështjen e presidentit dhe ja pra kulaç që nuk mundin me ndahe këto parti se nuk i kanë vota dhe duhet një parti tjetër me më shumë mandate, po nëse në hipotetike fol, nëse LDK-ja mundohet të hyjë në qeveri me nismën, që është një problem shumë i madh, se zoti Abdixhik, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e dën postën patjetër të kryeministit dhe zoti Kurti nuk e lëshon këtë post dhe këto janë matematika dhe këto nuk mund të ndahet kulaçe dhe këto është edhe një lloj shumë i problemit të madh që nuk mund të bëhet zgjidhja e çështës presidentit të Republikës së Kosovës dhe sipas sanë që shihin në opinion dhe rrethana që janë momentale nuk besoj që mund të zgjedhet edhe në atë kohë duhet shtetit të shkoj në zgjedhje, dha zoti mos shkoj, apo mund të reagojnë edhe ambasadat e Kosovës që i njemi në shtetet e Kuindës, sidomos Shëbaja, dhe të vi si çështja e atifitës si ajo, do një zarf, do një jamën i përvetshëm i tyre ose i përgjithshëm dhe këta veç ja bojnë aminë dhe të zgjidhet edhe këngërsh i madh politik si çështja e presidentit dhe dha zoti edhe Kosova si gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor, edhe Shqipëria ka vetëm këto 2 shtete e dojnë kulaçi në mënyrë që është e keqe e dëmshme dhe bojnë këto kalkulime politike vetëm për interesat e tyre dhe është dashur të bëhet me referendum siç është me listë që kanë shtetet e Ballkanit Perëndimor tjera për të zgjedhur çështjen e presidentit. Mirë, Jeton, një pikë tjetër shumë e rëndësishme dhe shumë kyçe për Kosovën është edhe siguria e Kosovës. Së fundmi kemi padur të bëjmë me
10 arrestime të cilat lidhen drejt për drejt me sigurinë, por edhe mundësinë për sulme të cilat do të cënonin sigurinë e brendshme të Kosovës. Së fundmi janë arrestuar 16 shtetas serb, mes tyre kanë përshtypjen nga qenë edhe efektiv të shërbimeve të inteligjencës të Serbisë. Çfarë është duke ndodhur? Çfarë ishte ky rast me të cilin u përballëm jeton dhe si e ka përballuar Kosova këtë zhvillim? Po në shpresoj që çështja e minoritetit sërb Kosovë dhe arrestimi aty 6-ve ata persona që po flitet 16 veshtuja që janë cilësi të dëshmitarit dhe 4 nga 5 po lypët vazhdimi i paraburgimit, po dyshohen që janë në punëtor të sigurimit të qoftë të policisë dhe ushtrisë, dhe sido që tjetë unë po shpresoj ajo është organ në lizbatuese nga ana e policisë dhe prokurisë dhe gjykatat që të merren me ta, nëse veç aludohet se kanë dashur të bëjnë ndonjë vepër penale apo edhe tjetër sen, sido që tjetë unë po shpresoj që më në fund edhe institucionet e Kosovës e kanë dhënë verdiktin e tyre dhe janë të marrë me procedurën e tij ligjore dhe nuk ka diçka serioze, po ja Zoti Kurti don të bëj populizmat e tij dhe mund të vazhdoj edhe në të. Po mirë, si erdhi arrestimi i këtyre 16 shtetasve dhe individëve? Jetona kishin informacione institucionet e rendit në Kosovë për këta të 16, sepse normalisht duhet të kesh një lloj dyshimi dhe indicie përpara se të shkosh dhe t'i arrestosh. Po, kuptohet, është fakt me ligj, me kodin e procedurës penale, me kodin penale duhet të jetë dyshimi i fortë i bazuar për të ndalur najkon, që është për intervistim, kuptohet në rekomandim të organeve lizbatuese të prokurisë të shtetit, dhe ata kanë qenë pelinigraj që e vizitojnë manastirat sërbe, si që në Kosovë, dhe ata jo rastisht i kanë stopu policia Kosovës me veturat e tyre dhe kanë shkel shpejtësinë që është e lejuar dhe nuk janë përshtatë rregullave të komunikacionit dhe i kanë ndalë policia Kosovës dhe gjatë marrjes në pyetje apo gjatë legitimitetit të tyre nga ana policisë i kanë vrejë si të dyshuar dhe koordinim me policinë dhe me prokurorin i kanë thirrë për në intervistën në stacionet e policor dhe janë marrë veprime juridike nga ana e policisë dhe prokurisë dhe gjithçka besoj ka shkuar me rregull sipas ligjit dhe nuk janë maltratuar dhe janë konform ligjit të Republikës Kosovës, janë intervistuar dhe të 10 janë lëshuar dhe janë të intervistuar në cilësi të palës së dëshmitarëve të tjerë të njëjtës dhe besoj që policia dhe ana e shtetit kanë hasur diçka dhe i kanë koordinim me organ lizbatuese kanë lyp dhe ju kanë vazhdu paraburgimi për një muaj ditë. Besoj dhe është çështje e procedurës çdo shteti të Republikës Kosovës, nëse veç ka informacion të tilla për të ndalur ata dhe për të filluar me procedurat e tyre ligjore. Po, a ka patur informacione që do të cënonin sigurinë e Kosovës dhe vendeve të ndryshme në Kosovë këta individ jeton? Po ende herët të thuat se nëse veç ka pas indicia apo ka informata, edhe nëse veç ka, nuk mund të jepën informata për opinion me gjithë respektim për medium e ju dhe çdo televizion tjetër, ajo çështje është e mbrëmshme e anës lizbatuesve dhe nuk besoj që mund të japim, po vetëm atë formalitete. Jemi shumë të mirë kuptueshëm se normalisht kur bën fjalë për siguri është çështje që mund mi dëmtu hetime dhe për arsye të tyre nuk japin informacione të tjera dhe besoj që janë në javët në vijim të dalë me komunikat nga ana e prokurisë shtetit në lidhje me rastin dhe sharrohet çdo sen edhe për opinionin edhe për familjen e tyre. Besoj që i kanë marrë edhe advokatët e tyre për t'i njoftuar me ndalimin apo arrestimin e tyre konform ligjit të Republikës Kosovës. E qartë, jeton të falenderoj shumë që ishe sot në Fax News, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet që përcolle se rekon të gjitha zhvillimeve të cilat vijnë nga Kosova. Nasi, falenderit për mundësinë. Mirë, ne kemi qëndruar deri në këto momente me Jeton Alimin, drejtori ekzekutiv i Institutit për Studime Globale dhe Europiane për të diskutuar se rekon krijimit të qeverisë së re në Kosovë, por edhe çështjeve të sigurisë ne shkëputemi në publicitet.